Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Ja ku jemi sërish këtu në emisionin 8 me radhë dialog të Lajmi. Për të ftuar kësaj radhe kemi ministrin për çështje evropiane, zotin Orhan Murtazani, kurse me mua në studio do të jetë edhe profesori dhe analisti i mirë i zhvillimeve politike shqiptare, sidomos këtu në shtetet e rajonit, profesor Xhelal Zenedi. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se gjatëm. Zoti ministër, pas këtyre zhvillimeve të fundit politike, a flet dikush më për zhbllokimin e procesit të antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian? Patjetër që po, për arsye se diskutimet dhe debatet për përcaktimet strategjike të shtetit duhet të jenë konstante dhe nuk duhet ngaren nga zhvillimet politike në vend, sidomos kur e dim faktin që ne jemi mësuar që të ketë zhvillime konstante dhe turbulenca konstante politike të ne, andaj këto turbulenca politike nuk duhet ndikojnë në orientimet strategjike dhe përpjekjet për antarësimin në BE. Profesor, a jeni ju optimist se domethënë zhbllokimi i këtij procesit mund të ndodhë në një periudhë kohore më të shkurtër, më të shpejt? Unë plaka duke e pritur, do më thanë, çastin, momentin e antarësimit të këtij vendi, Maqedonisë, apo të Maqedonisë së Veriut në BE. Unë plaka. Prej vitit 91 deri sot, kanë kaluar 34 vjet, të gjitha partitë, pa përjashtim, që kanë qenë qeveri e që kanë pretenduar të në qeveri, i kanë premtuar këtij populli, këtyre qytetarëve, se do hymë BE 2020, 2022, aneknej 1998, aneknej, vazhdimisht na kanë premtuar. Periudha për cilën po flet profesori, dini se me reforma Maqedonia ka qenë diku para Kroacisë, nëse nuk gënjej. Mendoj që kanë qenë pak pengesë në këtë drejtim edhe problemet politike që siç është çështja me emrin, ato që e kanë ngecë këtë proces. Zotni Fevzi, dëgjoni. Unë kam konsiderat ndaj jush edhe ndaj ministrit. Ministri flet në rrugën politike dhe qeveritare, është detyrë e tij. Antarësimi në BE është përcaktim strategjik i Maqedonisë Veriut, i qytetarëve të saj, sidomos i shqiptarëve, dhe i mbar rajonit ose Ballkanit Perëndimor, interes strategjik. Dhe plan B nuk kanë shqiptarët as Maqedonia, përgjithësia kupton. Por, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk plotësojnë asnjë kusht. Asnjë kriter, asnjë normë dhe asnjë standard. Unë e di se nderuari ministër nuk pajtohet me këtë që bë. Por mund të t'i numëroj. Vendet Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Serbia, Bosnia e Hercegovina, Malizi, vetëm Kosova, sipas perceptimit tim, ka rend dhe rregull, a kupton? E lufton korrupsionin, e lufton nepotizmin, aneknej. Këto vende, 5 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, nuk i plotësojnë kriteret. A kupton? Dhe kjo është për të ardhur keq. Prej 91 deri sot, partitë politike maqedonase dhe shqiptare nuk kanë bërë asgjë ose kanë bërë fare pak, bile edhe kanë penguar procesin e integrimit të këtij vendi në BE. Partitë që kanë qeverisur, LSDM-ja, VMRO-ja, BDI-ja, PPD-ja, PDSH-ja, vleni. Krejt këto, do më thonë, jo që s'kanë ndihmuar, jo që s'kanë punuar sa duhet, bile edhe kanë bërë gabime, kanë bërë dëm, edhe i kanë sjellë dëm Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj për të integruar. Po ti,
me korupcion, Ballkani Perëndimor, po edhe Maqedonia, radhiten këto ndër të parat, ndër vendet e para në botë me korupcion, me nepotizëm. Po çfarë bëje me këtë administrat? Në një zyrë duhet punojnë 2 veta, punojnë 5 vetë. Flas prej 91 deri sot. Nuk them se vleni i ka mbush zyrat me administratën e kuvre. Kanë stërngarkuar. Po 7% e buxhetit bëhe shkon për administrat, këtu shkon 35% e buxhetit për të punësuarit në administrat. Zyrë nevojiten 2 vetë, punojnë 4-5 vetë. Kush i paguan ata? Profesor, për hir të kohës, mundësisht jemi më të shkurt në... 2% e popullatës i besojnë gjyqësisë. Unë po e pyes ministrin e nderuar. Po si do hymë bëhe me Maqedoninë e Veriut që ka një gjyqësi të cilës i besojnë 2% e popullatës. Nëse është, këtë shifër e kam dëgjuar në televizor, edhe atë disa herë. Nëse është duket e pabesueshme, e në bëhe me 2% të, po këtë do të mas qaroje ma ministri nderuar. Unë e kuptoj frustrimin. Ka për detyrë të mas qaroje. E kuptoj frustrimin e profesorit, për pritjen, madje edhe për stërzgjatjen, në vitin 2005, kur Maqedonia atëhershme fitoi statusin kandidat, unë i kam pas 21 vit, tani po i bëj 41. Edhe ky është një proces që po stërzgjatet, e dim të gjithë, por stërzgjatja edhe faji për gjithë këtë proces ka emër dhe mbiemër. Domethënë është subjekti politik të cilin ne me 24 qershor 2024 e quam në opozitë, duke ja bashkangjit edhe gjithë partnerët Maqedonas që i ka pas të 20 vite në qeveri. Ju e përmendat me shumë drejt në vitin 2027, tani që po punojmë në proces, hasën në një korrespondencë ku Kroacia i drejtohet Maqedonisë së Veriut për ndarjen e ekspertizës për përshpejtimin e procesit të eurointegrimit. Në vitin 2013, Maqedonia ka pasur gjasa reale për të bërë pjesë bashkë me Kroacinë anëtare e BE-s. Ne disi në vazhdimsi, duke mos e pasur këtë thënë me përgjithësi plot, kasta politike nuk e ka pas asnjëherë prioritet absolut integrimin e vendit në BE. Sikur ta kishim pas, ne nuk do t'i kishim huqur gjitha rastet edhe mundësitë historike që i kemi pas. Është e vërtetë se ballafaqohemi me shumë sfida dhe shumë probleme. Shumë prej këtyre problemeve që i potencoi edhe profesori, madje janë shenjë e përbashkët edhe shumë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Ajo që na mbetet neve është të gjithë këto probleme tani më të diagnostifikuara. Maqedonia e Veriut në këtë periudhë ka pranuar të gjitha raportet e screeningut, ku dihet qartë ku janë problemet dhe cila është rruga deri te menjanimi i problemeve. E kemi edhe planin e rritjes, ku Bashkimi Evropian krahas gjithë këtij proces negociues, procesit stabilizimit asociimit, procesit të mjeteve IPA, gjithë rajonit i jep 6 miliard euro shtesë me gjithë dinamik të përshpejtuar të reformave, ndërsa vetëm për Maqedoninë e Veriut janë 750 milion euro. Këto 750 milion euro nuk varen as me vetën e Bullgarisë, as me asnjë problem. Po duam ne të punojmë, po duam të adresojmë gjitha këto probleme duke filluar nga gjyqësia, për cilën në agjendën e reformave është një pjesë shumë e madhe dhe shumë kritike. Ne do të mundemi për 3 vite të arrijmë madje në kushte normale, të jemi gati edhe për mbylljen e negociatave ende pa i hapur ato. Zoti ministër, zoti profesor, do t'i rikthemi prapë procesit e eurointegrues. Tani duhet të fokusojmë, zoti ministër, te zhvillimet politike aktuale këtu në Maqedoni. A do të arrini ta bindni Taravarin qëndroj akoma në Vlen, megjithse gjykuar në bazë të zhvillimeve, kjo tani duket me një pikpyetje shumë të madhe? Për të përgjigjur këtë pyetje duhet kthehemi në zanafillën e premisës ose ides bazike mbi të cilën u krijua koalicioni Vlen. Premisa kryesore ka qenë për të krijuar një antipod ndaj BDI-s dhe gjithë asaj këtë qeverisje me krim dhe korrupsion. Në suazat aktuale, ne kur e kemi bën koalicionin Vlen, nuk e kemi dhënë shumë përparësi kush çka merr sa merr, po ta krijojmë këtë linjë e cila do të mund të pranohet ndër shqiptarët për të mund të sjellë ndryshimin. Ky bashkim edhe ky besim në këtë premis
ne e pam që e solli ndryshimin. Tani jemi në një fazë ku një partner i joni si duket nuk i beson më kësaj premise dhe në vend se t'jep përparësi interesit të përbashkët të koalicionit vlen, rrjedhimisht edhe interesit të përbashkët të shqiptarëve, i jep përparësi interesit partijak, duke tentu që ta maksimalizoj interesin partijak. Ne kemi thënë qartas që në këtë rrugë nuk duhet ne t'i lëmë shqiptarët në lloç, për arsye se njëri i merr 3 komuna, tjetri i merr 5 komuna. Shqiptarët ne kanë thënë qartë, nuk i intereson shqiptarit kush sa komuna i merr. Shqiptarit i intereson këtë vend, këtë rend, të respektojmë edhe ne si qytetarë të barabartë, të ketë zhvillim ekonomik, vendi të shkojë përpara, të bëhemi antar i BE-s. Jo sa komuna do merr Taravari, sa komuna do merr Besa, LDA ose parti tjera. Do të thonë kjo se në mënyrë indirekte dhe u përgjigjet se është e pamundur të mbani Taravarin akoma në vlen? Unë nuk mendoj që është... Mendoj si subjekt politik. Unë nuk mendoj që është e pamundur, po zotri Taravari duhet kthehet te premisa fillestare. Ne kur e kemi bërë koalicionin vlen, i kemi mbyll gjitha mundësitë për kalkulime politike me BDI-n, për arsye se kemi thënë që jemi antipod i BDI-s. Në moment kur vendoset kontakt me BDI-n për kontakte personale ose partijake, nuk ka problem vleni, por zotri Taravari largohet nga kjo premisë. Madje kryetarët e kanë thënë edhe qartas, në momentin që gjithë ne deklarohemi se asnjë nga ne nuk kemi kalkulime politike me BDI-n, vleni vazhdon, madje siç e keni po, ju mund të vazhdojë edhe me tempo më të përshpejtuar për të bërë edhe një subjekt politik. Profesor, largimi eventuali doktor Taravarit sa mund ta dëmtoj vlenin si koalicioni i disa partive politike shqiptare pak para zgjedhjeve lokale? Këto parti, Lëvizja Besa, Alternativa, kjo e zotrizet me gjitit, Parti Demokratike, si quhet, kush mbeti Alianca për Shqiptarët dhe Taravarit, se është edhe ati tjetrit, këto nuk kanë shtrirje si mas mendimit tim të mjaftueshme prej Struge deri në Likov, nuk kanë shtrirje. Kupton? Këto, me keqardhje konstatoj, janë grupe komunale. Njeri mbi Pazar, tjetrin Çajir, tjetrin Tetov, tjetrin në Gostivar, a kupton, dikush pjesërisht në Strug, kur ta shohësh ti, kur thëm Tetov se ka kret Tetovën, e ka 20-30% Tetovës, ose 20-30% Çajirit, ose Bit Pazarit, anë i knej, këto janë parti, dhe me thonë, ose 20-30% Gostivarit, 20-30%, parti komunash. Kjo, kështu është perceptimi i. E tashi, dalja e nga vleni i Taravarit, e shpartalon, dhe me thonë vlenin, e shpartalon, a do të dalat, apo do të arrin një marrëveshje, atë nuk e di. Ku është problemi? Problemi që ndron, këto duhet të kishin formuar një parti të përbashkët, jo vlen. Një parti të përbashkët, unike, me një kryetar, me një kuvend të përgjithshëm, me një kryesi, a kupton, prej Struge deri në Kumanov dhe Likov. Parti opozitare ndaj BDI-s, dhe kësaj partije t'i bashkoheshin të gjitha, edhe ajo Alianca e ati Zjadin Selës, edhe PDSH-ja e Mendothaçit, gjitha edhe PPD-ja me 100-500 vota, gjitha përballë BDI-s. Kështu këto duhet të kishin vepruar. Para zgjedhjeve, që u mbajtën para disa muajve, para një parti opozitare ndaj BDI-s. Të gjithë janë opozit ndaj BDI-s. Edhe menduj që ishte me ato tash në fund, edhe ajo është këndej, e ka vendin këndej përballë BDI-s. Edhe ky Sela i Strugës edhe e ka vendin këndej përballë BDI-s. Pse? Se BDI-ja është parti e madhe. Me ato fizionominë e lëvizjes. Prej 2001 e këndej, ka fizionominë e lëvizjes, a kupton? Edhe 22 vjet në pushtet, ka bërë punësime,
Dhe atë parti të rënojsh nuk është punë e thjeshtë dhe nuk është punë e lehtë. Këto e marrën salamadi. Bëjmë një vlen, ama jemi 5 parti. Jo, bre zotni. Duhet shkrirje. Vleni duhet të ishte shkrirje edhe sot duhet shkrihet në një subjekt politik. Unë dëgjoj se këto kanë ndërmend të shkrihet. Krijon një subjekt politik, një parti politike. A kupton? Opozit ndaj BDI. Pa marrë parasysh edhe në qeveri, kur janë këto, duhet të jenë opozit ndaj BDI. Ndryshe së ne rërzojnë mbretin prej fronit, së ne detronizojnë, a kupton? Ose mbretin prej kalit. Se ballafaqon me një parti që edhe financiarisht është e fortë. Zoti Ministër? Fillimisht nuk pajtohem me disa gjëra që u thanë. Para nuk mendoj që dalja e një partie e shpartallon një koalicion, absolutisht jo, për arsye se koalicioni vlen është ndërtuar mbi parimin e barazisë dhe largimi eventual i një partie nuk mund të ta shpartallojë koalicionin, përderisa partitë tjera besojnë në idenë mbi të cilën e kanë ngrit atë koalicion dhe kanë vullnetin e mjaftueshëm për ta vazhduar politikën në atë drejtim. E dyta, nuk pajtohem absolutisht se gjithë partitë tjera në Maqedoninë e Veriut janë parti lokale dhe komunale, ndërsa vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim është parti me shtrirje absolute, për arsye se ne ishim dëshmitar në zgjedhjet e fundit ku BDI-ja u detyru të mbledh edhe romët, edhe turqit, edhe bosnjakët. Kjo tregon qartë se BDI-ja nuk ka shtrirje gjithandej në Maqedoni dhe në ato pjesë ku i mungon shtrirja u detyru të merr edhe parti politike nga grupet ndryshme etnike. Edhe e dyta, në shumë rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare shihet qartë humbjen ku e ka psu BDI-ja dhe kjo shfaq dobësinë e BDI-s në disa pjesë, që me automatizëm e përforcon tezën time se ato nuk kanë shtrirje maksimale në gjithë terrenin. Kur do të kemi takim në kuadër të Vlenit për të qartësuar situatën lidhur me zotin Taravari? Besoj që Zëvendës kryeministri i parë, zoti Izzet Mexhiti, ishte i qartë që përvoja jonë politike është e mjaftueshme për ta perceptuar se në këtë rast dikush tenton të përfitojë kohë. Ne as shqiptarët nuk kanë kohë për të humbur, andaj ne do të jemi të hapur dhe tolerant dhe këmbgulës në gjetjen e zgjidhjes, por nuk do të lejojmë që kjo agoni të zgjatë përgjithmonë, për arsye se i kemi zgjedhjet lokale përballë dhe duhet të fillojmë me përgatitje për zgjedhjet lokale. Gjithmonë duke qenë maksimalisht të hapur dhe korrekt ndaj vazhdimit të bashkëpunimit edhe me Aleancën për shqiptarët, por ata duhet ta bëjnë qartë që do i ndërpresin gjitha komunikimet dhe kalkulimet me Bashkimin Demokratik për Integrim. Alternativa, Besa dhe Lëvizja Demokratike e Izzet Mexhitit i kanë prezentuar ofertën që i kanë bërë Taravarit për dalë bashkë në zgjedhje. A mund të na thoni ku është problemi që nuk mund të arrini marrëveshje? Fillimisht të kthehemi pak te gjeneza. Prej në fillim zoti Taravari ka insistuar që kandidatët Vleni të ketë të përbashkët, ndërsa listën e këshilltarëve ta ketë të ndarë. Ata që merren me politikë, këtu mendoj që edhe ju e keni eksperiencën e mjaftueshme për ta sjellë një vendim shumë të shpejtë se ndarja e votave sjell dobësim të kapitalit politik të Vlenit. Dhe në një situatë të tillë ku ne hipotetikisht do t'i fitonim komunat për arsye të listave të ndara do të kishim humbur këshillin komunal, kjo e paralizon funksionalizimin e komunës. Andaj ne kemi thënë që sikur me zgjedhjet e fundit parlamentare, kur bashkimi në një listë e solli rritjen e peshës së Vlenit, edhe në këtë rast nëse ne kemi një listë të përbashkët këshilltarëve, do të kemi gjithë më shumë këshilltar, përfshi edhe zoti Taravarin. E dyta, ofertën që ja kemi dorëzuar ne nuk është e vërtetë se është ultimatum. Partnerëve të koalicionit kur ti jep një ofertë nuk jep ultimatum. Zoti Taravari ende nuk ka dalë nga Vleni. Ne nuk i kemi thonë merre ose lene. Ne i kemi thonë ky është një propozim si ne e shohim për të vazhduar bashkëpunimin. Madje nuk ka qenë një orë para Kuvendit Qendror të Aleancës për Shqiptarët, por ka qenë një ditë më herët. Ajo që nuk kuptohet në rastin tonë është pse këto komunikime të ndërmjetme dhe të interne, të brendshme, pse nxjerren në publik. Nëse ne duam ta zgjidhim çështjen, nëse ne duam ta ruajmë Vlenin, atëherë ti qasim i kësaj punë me qasje
maksimale dhe me kujdesin maksimal për ta ruajtur besimin, për arsye se tani problemi kryesor është lohatja e besimit ndërmjet neve që jemi këndej edhe zotri Taravarit. Nuk është relacioni 3-1. Në shumë çështje ne ndoshta kemi pas mendime të kundërta, ndokund me lëvizjen Besa, ndokund me lëvizjen demokratike, por nuk kemi bë bloqe. Në fund kemi gjetë zgjidhje të përbashkët. Në këtë rast unë mendoj që problemi është mospasja e dëshirës dhe të kisha thënë përcaktimit për të gjetë zgjidhje të përbashkët, e kjo pastaj mbulohet dhe kamuflohet me justifikime të tilla në opinion. Zoti profesor, zoti Taravari ka thënë se 70% e shqiptarëve nuk janë të kënaqur me qeverisin e Vlenit. Ndërkohë Izet Megjiti tha se gjykuar në bazë të rezultateve të anketave, Vleni e ka lënë pas BDI-n. Ju si e shifni në këtë situatë? Të gjoni tashi, kjo përçarje në Vlen, nëse ka përçarje, si duket ka që e konfirmon edhe ministri, në një farë mënyrë. Këta u bashkuan para 7-8 muajve dhe përçahen brenda një periudhe afati shumë të shkurtur. Kjo është jo serioze. Unë e kuptoj, kanë vepruar bashkërisht 4-5 vjetë. Po për disa muaj këto përçahen. Dhe kjo reflektohet, ka impakt, pasoj, rjedhoj në publik, në opinion, një impakt të jetë negativ për krejt Vlenin. Dua të më kuptoj ministri, pa tjetër ta mbrojë pozitën e vetë. Kjo përçari, ky veprim, sjellje Taravarit, ka lë pasoja të jetë negative në publik, ndër shqiptarët. Jo lë pasoja, kjo i levërdis vetëm BDI-s. Edhe pyetja e madhe është pse të bëjmë veprime politike që i levërdis BDI-s. Tashi, ajo të kënaqur 70%. Shqiptarët me pozitën e Vlenit, me këtë qeveri të VMRO-s, të Mickovsit, nuk janë të kënaqur. Pa edhe vetë Vleni s'mund të jetë i kënaqur, edhe besoj se s'është i kënaqur. Tjetër është që të japim ne deklarata publike. Ata japim deklarata publike dhe politike. E vërteta është tjetër kundi. Pastaj mos harrojmë. VMRO-ja thotë, unë kam 58 deputet me vlla. Do ri, nuk do hec. Pa edhe BDI-n ta ketë kështu do sillet VMRO-ja. BDI-n ta ketë në qeveri, ti ta heqim Vlenin, që këtë qeveri, VMRO-ja, kryeministri, sekretari i VMRO-s, i thotë, mund të hysh në qeveri si kukull dhe mbaron me kaq. Po kam kërkesa nuk ka, pse VMRO-ja ka numër të madh deputetësh. Tash, pse i ka fituar, ka kontribuar aty edhe BDI-a që të marrë gjithat numër. Se nuk rohet futbol në zyrë. Ajo reflekton ndaj partnerit koalicionit negativisht, i duhet ta gjykosh atë, duhet ta mendosh. E tashi, mos ta harrojmë, këto për 7-8 muaj përçahen. Kjo një, e dyta, nëse ndahet ky Taravari, ky edhe Gostivarin do ta humbe. Taravari nëse del vet, nuk besoj se shkon me BDI, nuk besoj, ta zon del vet. Ky edhe Gostivarin nuk do ta fitoj. Nuk do marrë asnjë komunë. Kaq pata. Zoti ministër, kur do të nisë procesi, me që paralelin procesi i shkrirjes mes tre subjekteve politike? Ato të mvaret kjo nga lëvizjet apo manovrimet eventuale të zotit Taravari? Fillimisht më lejoni një koment shkurt për deklaratën që e përmendet se 70% e shqiptarëve nuk janë të kënaqur me qeverinë e Vlenit. Tash do flas personalisht. Kur unë si ministër t'jap një deklaratë të tillë dhe të them që unë jam i bindur që shqiptarët që na kanë votuar neve, ose 70% shqiptarëve në përgjithësi nuk janë të kënaqur me punën e koalicionit, ku bi edhe unë, atër prej studios më shkojnë jap dorëheqje dhe shkojnë në shtëpi.
se i bie që edhe unë me punën time kom kontribu që shqiptarët mos jenë të kënaqur. Andaj kjo deklaratë nuk më duket serioze, por arsye se është deklaratë që i shërben vetëm Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ja legjitimon të gjitha ato sulme të pa baza për cilat ne kemi luftuar deri tani. Koalicioni Vlen nuk është kukull në qeverinë aktuale. Absolutisht ne duhet të kemi parasysh peshën politike të VMRO-s, por përderisa ne mbetemi konzistent në marrëveshjen politike që i kemi dhe ajo realizohet pavarësisht dinamikës, unë mendoj që nuk kemi të bëjmë me ndonjë problem. Siç e din opinioni, integrimi i brendshëm i Vlenit në një parti ka filluar prej më herët me integrimin e një qendre të përbashkët të komunikimit, me grupin e përbashkët parlamentar, kryesinë e përbashkët e kështu me radhë, por duhet kemi parasysh që 4 parti politike me provenjencat ndryshme, 4 struktura partijake me histori të ndryshme në backgroundin e tyre, nuk është lehtë të integrohen, andaj ne jemi qasë se punë me një dinamik më të ngadalshme, me një plan më të kujdesshëm. Besoj që ky plan tani do të përfitojë në përshpejtësi dhe do të fitoj dinamik shtesë, për arsye se ne mendojmë që para zgjedhjeve lokale duhet jemi më unik. Bërja e Vlenit një parti politike gjithsesi që e shton unitetin e këtij subjekti. Profesor, ato të ishte dobishme shkrirja e Vlenit e 4 partive politike në një subjekt politik, ashtu që do të formoheshin 2 bloqe politike, BDI dhe partia X fjala bie, përballë bloqeve politike maqedonase. Dëgjoni tashi. Shkrirja e Vlenit në një subjekt është kondicio sine qua non. Është kushti domosdoshëm, i pashmangshëm për të mbijetuar në skenën politike dhe për t'i bërë ballë BDI-s. A kupton? BDI-a kam përshtypjen se pjesërisht është e lënduar me këto që ndodhen, që u larguan do non grata, kupton. Non grata pastaj kishte edhe arrestime. Po, domethënë BDI-a është e lënduar krahasim me një periudhën para asaj. Pa diskutim. Tashi, shkrirja dhe formimi nga Vleni i një subjekti të përbashkët është kondicio sine qua non, kushti i patjetërsueshëm. A kupton? Ndryshe këto nuk do të mund të mbijetojnë. Unë si flasim ministër saj e mbron Vlenin e mbron. Unë dua të jem paka shumë asnjanës. Dua të jem. Dhe sa jam është qetër çështje. Ai e mbron Vlenin që është e drejtë e tij, paka shumë edhe detyrim. Po duhet të jemi objektiv para publikut. Unë nuk kam nevojë të vi ky prej atje edhe na bashkoj. Jo bre zotni, Vleni duhet bashkohet vetë, pa ndërhyrje nga jashtë. Dhe ne këtu duhet kemi 2 parti, në një anë BDI-a, në një anë Vleni. 2 parti. Po në Shqipni 51 parti marrën pjesë më 11 maj. Në Amerikë 2 parti ka, Republikan Demokrat, Shqipni në vogël ka 51 parti. Kosovë po ashtu. Edhe në Kosovën lindore Preshef Bujanos Medvegje, edhe aty marrën pjesë 7-8 parti. Malësi, nuk kemi shumë shqiptarë, edhe atje 7-8 parti shqiptare, këtu 2 parti duhen, Vleni, BDI-a, kaq. A kupton? Edhe atje ka të LSDM VMRO-n, kështu kretë Maqedonis i nevojiten 4 parti, 2 shqiptarë. Nuk mund të formojmë një front të përbashkët shqiptarë, se atër bëhet homogenizimi mbi baza etnike, a kupton? Ata në një janë në këndej, duhet kemi për hir të proceseve demokratike, thellimit, zhvillimit proceseve demokratike, duhet kemi 2 parti. Dhe kjo do ishte në interes të Vlenit. Përfshi në Vlen edhe Taravarin, si dhe do grupe të tjera, 500 vota, 100, krejt këtë edhe atë Strugës, zjedhin se, edhe mendojnë, krejt më nive, krejt janë këto duhet opozit ndaj BDI-s. Ndryshe nuk kanë perspektiv, ndryshe nuk fitojnë.
to fitu 14 deputet, janë solid, këtë e këm thonë edhe në mediume, të tjera, janë solid, nuk janë pak. Por ama tash mund të pësojnë rënje, se vëmëroja dhe kjo qeveri e Mickovskit, këto në një farë mënyre, si mas mendimi tim, i ka kompromituar. Edhe BDI-ja të qeveri do kompromitoj, se kjo nuk pranon kur farë kompromisi Mickovski. Se, i thotë unë kam 58, i gje edhe 3 kryj qeveri pa ju. Kjo është puna. Pa prek flamurin, prek gjuhën, prek a kupton, do punësime që kanë qenë, ato punësime mund të kenë qenë edhe fiktive, a kupton, i largon, ajo që është arritur nuk mund ta prekish, o zotni. Këtë kryeministri i përtashëm do të di, ajo që është ndërtuar dhe mos e prekat. Ndryshe, ndikon në prishje në raporteve ndëretnike. Edhe nuk mund të preket ajo, profesor. Po, nuk mund të preket, edhe nuk mund të hysh në BE me raporte ndëretnike të prishura. Absolutisht, për arsye se BE-ja këto standardi ka definuar moti. Një koment për ta përmbyllur këtë punën e vlenet në një parti, ne nuk mund ta bëjmë vlenin një parti përderisa të gjithë partitë nuk besojnë që vleni duhet të jetë e kundërta e BDI-s, që i bie minimumit mos ketë bashkëpunim dhe kalkulim politik me BDI-n. Po, zotni ministër, nuk kemi nevojë ta kemi preokupim BDI tash. Jo, absolutisht, por nuk mund ta bëjmë ne vlenin me partnerët që mendojnë se duhet me kalkulim politikisht edhe me BDI-n. Se vleni është kriju si antipod. Lutem. Po, absolutisht, por ne kemi thonë që BDI-ja e ka dobësu aq shumë shqiptarinë edhe ka lënë aq shumë çështje hapur, të cilat ne sot kur mundohemi të mbyllim konsumon kohë, edhe ky konsum i kohës paraqitet sikur ne po e shesim çështjen shqiptare. Jo, ne jemi duke institucionalizuar çështjen shqiptare e duke e luftuar krimin. Jo duke e institucionalizuar krimin e duke e luftuar çështjen shqiptare. Këto është ajo që na dallon nga Bashkimi Demokratik. Ju jeni kuadër i partisë alternativa. Duhet ju pjesë në cilat komuna do të garoni për krye komunar, për kryetar komunash. Si alternativë. Aktualisht edhe si alternativë, por edhe gjithë partitë që ende vazhdojmë të qëndrojmë në vlen, mbetim në parimin se nuk është mirë të insistohet këtë komunë e marrun me çdo çmim. Ne duhet shohim me cilin kandidat ne e fitojmë komunën. Domethënë gjithë ne aktualisht 3 parti që jemi në vlen e kemi këtë qasje. Për çdo komunë, prej Likove deri në Struk, të ulemi të shohim kandidatët fitues. Ky kandidat fitues diku mund të jetë Joni, diku i Besës, diku i Aleacës, diku i LD-s, diku i pavarur, nuk është më rëndësi. Kur të vim ne deri te kombinatorikat fituese, pastaj e shohim cila parti nga sa komuna merr. Insistimi unë t'i marr 3 ose 5, ne kemi kalu edhe në zgjedhjet e fundit lokale, ku insistimi me çdo kusht ta merr një parti edhe të garoj me kandidatin më të dobëmundshëm e ul komplet kapacitetin e strukturës për të grumbulluar vota. Andaj ne jemi për atë të mos këmbgulet në numër komunash, por të këmbgulet në kandidatë të cilët i fitojnë zgjedhjet lokale. Komuna e Sarajit, si të them, në bazë parashikimeve dhe vlerësimeve do të jetë një, të them simbolikisht kështu, një arenë gladiatorësh. Në këtë kontekst shumë herësh përmendje dhe emri juaj si kandidat i mundshëm për kreun e komunës Sarajit. Pajtohem një prej komunave ku do të ketë betejë. Me cilën pajtohen se unë parashoj në dy pjesë. Jo, me ata që do të jenë kandidat. Tash do elaboroj. Pajtohem që komuna e Sarajit do të jetë një komunë ku do të jetë betejë më e vështirë, ndoshta ndër 2-3 komuna në nivel republikan më e vështirë, por është një komunë e cila ka kapacitet shumë të madh për zhvillim. Unë kam thënë edhe disa herë, do i përsëris edhe këtu, që ashtu siç jam bë ministër, edhe pse nuk kam pas insistimet e mia, por me propozimin e partisë dhe me mbështetjen e shokëve kam pranuar që të bëhem ministër, nëse partia, koalicioni vlen, shokët e shohin që unë mund të jem kandidat fitues që përmes kandidaturës time fitojmë Sarajin, unë jam në gjendje të garoj, por them nuk kemi këtë punë me insistim dhe këmbgulje. Profesor, dihet mirëfilli disponimi i shqiptarëve, sidomos subjekteve politike shqiptare për ta zhblloku procesin e eurointegrimeve. Një gatishmëri tillë, a shihni edhe te VMRO-ja për cilën në fakt ashtu është se ka
një numër goxha të madh deputetëve, 58. Tashi është e dhimbshme unë të deklaroj se shqiptarët janë për BE edhe për NATO në Ballkan, kurse slavët nuk janë. Kjo do të ishte e dhimbshme. Por, po të bëjmë një pyetësor, një anketë, Shqipni, Kosovë, Maqedoni, atje në Kosovë lindore, për shembull Medvegjë edhe Malzit e shqiptarët, do të shohim se mbi 90% e shqiptarëve deri natë janë për integrim në BE dhe në NATO. Kjo pyetësor të tillë edhe ka pasur. Për ne, integrimi në Euroatlantik është interes strategjik, sidomos në këto rrethana gjeopolitike turbulente. A kupton? Te pala slave, Sërbi, Malzi, Republika Sërbe atje në Bosnjë Hercegovine, këtu pastaj në Maqedoni, kjo përqindje është shumë e ulët. Dëshira, vullneti, orientimi, përcaktimi për në strukturat euroatlantike, madje Serbia deklaron, kryetari i Serbisë ka thaptas, në NATO nuk vim asnjëherë, se sile Rusia. A kupton? Kurse më gjoja në BE, po ti pyesish popullatën e tyre, ati vendi, do të shohim se atje përqindja atyre që votojnë, që duan të hyjnë në BE, është shumë më e ulët krahasuar me shqiptarët. Edhe këtu në Maqedoni, ne duam, integrimi në BE është, për ne është edhe shpëtim, edhe në NATO. Se ne jemi të rrethuar, dihet në Ballkan, me hiena jemi të rrethuar, me grabitçar. 80% në bazë të matjeve të fundit, 80% e serbëve mbështesin agresion brutal rus në Ukrainë, ndërkohë që 45% e rusëve mbështesin, vetëm 45%. Ma shumë serbët e mbështesin se kjo tragjike. Po, pikërisht këtë desha të ndërmjet. E tashi, vetëm ta shtoj një fjali. Edhe ky kryeministri, unë nuk them se nuk është për BE, merremi vesh. Ai nuk është i marrë, mos jetë për BE. Mos dëshirosh të hyp, për edhe Turqia do të hyjë në BE, që 50 vjet. Edhe kryetari i tashëm i Turqisë do në BE ty, Erdogani, a kupton? Edhe ky Miskovski nuk është i gatshëm të bëjë disa hapa që do detyrohet. Ka qenë ministri, është takuar edhe me ambasadorin e Bullgarisë, a kupton? Bullgaria nuk lishon pet, merremi vesh. Po i them ministrit se Bullgari, ju jeni takuar me ambasador, me Bullgaria nuk lishon pet. Në çështjen e Kamguljes së gjua historia në këne herojt që i quajnë se janë bulgara ose të përbashkët, kryeministri përtashëm nuk dërber asgjë që t'i bindet planit të Francës. Franca ka plan për integrimin e Maqedonisë në BE dhe zgjidhjen e problemit me fqinjin lindor me Bullgarinë. Ky kryeministër nuk tregon kur far hapash nuk ndërmer. Dhe thot do më thonë, ne do vazhdojmë që kështu si jemi. Jo me shantazhe dhe, a kupton. Nuk pajtohem që kryeministri nuk nuk ndërmer asgjë, për arsye se unë jam pjesë e gjithë procesit. Mirë po, procesi i bisedimeve për antarësim në BE, prej kur ekziston BE-ja, asnjëherë nuk është dizajnuar që të shkojë përmes çështjeve historike identitare. Asnjë shtet i BE-s deri sot që është antar, e asnjë nga këto që janë deri tani kandidat, nuk negociojnë dhe nuk kanë negociuar për identitet edhe gjuhë. Përveç se rasti i Maqedonisë. Edhe në këtë pikë ne si bashkëqytetar me Maqedon duhet jemi korrekt dhe duhet themi që kjo nuk është e drejtë. Për arsye se edhe neve si shqiptar, por të na kish kërkuar dikush të bisedojmë për gjuhë dhe identitet, neve nuk mund nuk mundet. Ne nuk mund të na thonë se ne jemi popull 3000 vjet në këtë tokë. Absolutisht. Ne jemi me identitet të kulluar. Absolutisht. Jemi bijtë të ilirëve. Edhe unë jam shqiptar. Mirë po them, duhet të vendosemi në lëkurën e dikujt tjetrit si duket ajo.
se nuk është e lehtë për gjithë zgjidhje. Ka kombinacione të mundshme, të cilat ndoshta në një afat shumë të shkurt mund edhe të fillojnë të bëhen publike, por gjitha këto duhet të jenë kthimi i procesit të negociatave në rrugën e reformave dhe harmonizimit me Bashkimin Evropian, në përmbushjen e standardeve e jo në bisedë për çështje identitare, historike dhe gjuhësore. Zoti Ministër, Ministria e Punëve të Jashtme do të duhet të ishte normalisht bartëse e procesit zhbllokimit për rrugtimin drejt eurointegrimeve. Këto ditë vetëm, po shumë pak ka zhvilluar aktivitete, si duket, aktivitete të tilla në këtë drejtim. Diçka e vetme këtyre ditëve të fundit që ka pas në për rrjetet sociale si informacion ka qenë degradimi i pozitës të shqiptarëve të punësuar në atë dikaster ministror. A mund të na thoni çfarë në të vërtetë po ndodh në Ministrinë e Punëve të Jashtme? Duhet të jemi sinqert, nuk kam informata të sakta, por atë që e di në përgjithësi është që Ministria e Punëve të Jashtme kalon për një proces riorganizimi, edhe ne si vlen jemi pjesë e këtij procesi të riorganizimit dhe mundohemi që gjitha ato pozicione që i kanë pas shqiptarët të mundohemi t'i ruajmë në rastin më të mirë ideal me kuadro profesionale shqiptare, por pse jo edhe me kuadro të vlenit. Sa i takon çështjes së asaj çka bën Ministria e Punëve të Jashtme për çështjen e integrimit të vendit në BE, ne me Ministrin Mucunski jemi në koordinim të vazhdueshëm. Nuk e di agjendën e atij, mirë po sot dhe nesër unë në Shkup kam ministrin për çështje evropiane të Hungarisë, javën e ardhshme gjithsesi me 24 kam ministrin për çështje evropiane të Danimarkës. Do të vazhdojmë çdo muaj të kemi përfaqësues ministra për çështje evropiane në vazhdimsi për të tentuar të krijojmë një kornizë e cila do të na sjellë deri te zhbllokimi i procesit të eurointegrimit, për arsye se jemi thellësisht të bindur se kemi argumente të mjaftueshme, në të njëjtën kohë jemi absolutisht të bindur se ky proces i përshpejtuar i integrimit pas invazionit rus në Ukrainë duhet të shfrytëzohet dhe ne nuk kemi kohë pafundësisht për këtë drejtim, andaj duhet me këmbgulje dhe insistim të punojmë që të kemi zgjidhje në afat sa më të shpejtë. Mbrëm BDI, respektivisht anëtarët e saj, aktivistët e saj, në për rrjetet sociale, sidomos në Facebook, kanë publikuar ca imazhe kështu ku duket largimi ku duket. Të paktën ashtu e liferon informacion se disa anëtarë rreth 50 veta largohen nga vleni dhe i bashkangjiten BDI-s. Cilat janë vërteta? Absolutisht nuk është e vërtet. Unë përderisa vija në intervistë të ju, pata mundësi të shoh në rrjetet sociale, shpjegimet me fakte se një pjesë shumë e madhe e personave që janë në listë janë madje kryetar në degash të Bashkimit Demokratik për Integrim. Mjafton të futeni në profilet e tyre në Facebook dhe do të shihni në vazhdimsi me vite fotografi edhe me Bujar Osmanin, edhe me Blerin Bexhetin, edhe me eksponentë të saktuar të BDI-s. Pa kënaqësi gjithandej mund të ketë, por çdo ditë ka edhe shumë anëtarë të BDI-s që vinë te ne. Po të merremi ne me ato, duhet të zhvendosim gjitha agjendat edhe të bëjmë vetëm tubime edhe fotografi me ja në cilën degët BDI-s sa kanë ardhur. Kjo tregon gjendjen e mjerueshme, të cilën e tha profesori, në cilën ndodhet BDI-ja, e cila mundohet të bëj agjend duke thënë se në filan fshatin një aktivist i Vlenit ka kaluar në BDI. Kjo është drejgja në cilën kanë prirë BDI-ja. Profesor, ju a shikoni ndonjë përpjekje, ndonjë arvaqje, ndonjë tendencë të VMRO dhe znam për degradimin e pozitës shqiptarëve të punësuar në për institucionet publike dhe shtetërore në Maqedoni? Absolutisht po. Unë e di se ministri nuk pajtohet, ama unë mendoj se kundër VMRO-s unë kom shkruar Keni ndonjë dëshmi të përmend? Pa të mund të kemi dëshmi, ai nuk del të thosë se unë jam kundër shqiptarëve. Jo për degradimin e shqiptarët e punësuar, cilët janë të degradim. Jo, kur s'kemi dëshmi për çfarë flasim. Unë po ju tregoj. VMRO-ja është parti nacionaliste. Unë kam shkruar shumë shkrime dhe i kam votuar. Përballë shqiptarëve janë gjitha nacionalistë, profesor. Ashu. Këtu qëndron. Ashu, tash. Kam shkruar shumë shkrime që edhe... I kam lexuar, me knatësi i kam lexuar. Kundër VMRO-s. I kam lexuar. Mirë. Ata hiqen, VMRO-i hiqen si baba i kombit, i kauzës maqedonase. A kupton?
zotër të kauzës maqedonë, nacionalizmit maqedonë. Për mua është një parti retrograde, a kupton, është tipi shekullit 19, anakronike. Tashi. Por këtu ka edhe një problem. BDI-ja ka bërë do punë ashtu siç i ka bërë. Me punësimet. Që këtu nevojiten 2 vet, i ka çu 4 vet. Tash them është gabim, dikush do thosë si mund ti dalësh kundër punësimit. Ato punësime nuk bëhen ashtu. Punësimet duhet bëhen me konkurs. Punësimet duhet bëhen në mënyrë profesionale. Punësimet nuk i duhen askujt punësime partijake dhe punësime politike për të fituar vota. Këtu janë 2 vetë në këtë zyrë, unë diqoj edhe 2 që të fitoj vota. Pastaj vjen tjetri dhe ato i largon. Kur i largon, i përzan shqiptarët. Kjo nuk është në rregull. Këtë duhet ta dallojmë dhe duhet jemi, si thot ministri, duhet jemi korrekt. A kupton? Dhe në Vëmëroja e vëren se ka pasur keq përdorime në këtë aspekt, në këtë pikpamje. Tash unë do t'ua marr një shembull që ma ka thënë një grua prej Shkupi. Maqedone? Shqiptare. Para 7-8 muajve. Para zgjedhjeve. Janë 1 muaj, 2 para. Ajo më ka thënë mu. Më s'folni në korridor, Shqip. Se kanë grumbulluar korridorin dhe zyrat i kanë grumbulluar. 1 muaj para zgjedhjeve. Dihet kush i ka grumbulluar. Ai i Shkupit. Që tash s'është. E pse mos folim? Mos ta kuptojnë se i kemi mbush zyrat dhe korridoret. A kupton? Se Maqedon mos ta shohën se BDI-ja i ka mbushur zyrat, a kupton, më dilni në për korridor, mos folni shqip, mos na hetojnë këto se është abuzim. Këtë ma ka thënë një grua prej Shkupi e martuar në Shkup prej Tetove. Kupton? Tash, kjo është e dhimbshme. Edhe tha, si be tha mos folim shqip, në gjuhën amtare. Ai që i ka punësu, ai i Shkupit, që tash s'është, a kupton? Ka që tash a 10 veta, 100 veta, unë nuk hyj aty, në këtë institucion, në atë institucion, a kupton? Për hir të votave, ajo dihet, kështu punësime nuk bëhen. Edhe tash vjen ky qetri, i largon. Dhe thot, këtu nuk ka nevoj për 5 vet, ose për 4, ka nevoj për 2, këto 2, me vendim let punojnë edhe atë mbi baza profesionale, jo mbi baza partijake, ose mbi baza politike. Tashi, ministri i nderuar duhet t'i those integrim, eurointegrim. Po me këtë, po çdo pore e shoqërisë është e politizuar dhe e partizuar. Prej 91 deri sot. Shërbetor shkolle Katundi sën punësohesh, qofse nuk të çon partia. Shërbetor shkolle Katundi. Kjo është e njëjta situatë. Edhe në dogana, edhe në spitale, edhe në shëndetësi, edhe në arsim, gjithandej. Po kështu, i nderuari ministër do të na çojë në BE. Kjo është punë. Kjo nuk është një realitet që e kam shkaktuar unë, se mu adresua drejt për drejt mu. Andaj nuk e shoh veten, përfshim. Ta depolitizoj shoqërinë dhe institucionet. Shiko, ne patjetër të lëvizim në drejtim të reformave, përndryshe nuk do të bëhemi antar i BE-s asnjëherë. Por të depolitizohet gjithë ky sistem që e ka bërë BDI-ja herë me LSDM-n edhe herë me VMRO, nuk bëhet për 10 muaj sa jemi në qeveri. Jo rastësisht procesit e negociatave zgjatin me vite, për arsye se komplet sistemi duhet transformohet rrënjësisht. Jo rastësisht është dizajnuar sistemi i tillë që merr kohë. Zoti ministër,
A keni kontakte apo zhvilloni kontakte me Bullgarinë lidhur me zhbllokimin e procesit e për eurointegrimit? Patjetër që po, dhe mendoj që këto kontakte dhe këto komunikime duhet të intensifikohen, për arsye se ne nuk mund të lëvizim drejt vendosjes së komunikimit stabil edhe gjetjes së zgjidhjes së përbashkët, nëse ne nuk kemi besim të ndërmjetëm. Andaj komunikimi, bashkëpunimi e sjell besimin. Madje unë jam thellësisht i bindur që me Bullgarinë ne kemi shumë sfera ku mund jo vetëm të komunikojmë, por edhe të bashkëpunojmë pa i përmendur fare madje as ndryshimet kushtetuese. Për gjithë ato punë kur ne mund të vendosim kontakt, komunikim dhe duhet të bashkëpunojmë, nuk duhet të hezitojmë dhe nuk ka hezitim në qeverinë e re. Madje edhe këto kontakte të cilat ne besojmë që së shpejti mund të na sjellin në drejt në zgjidhje të pranueshme, vazhdojnë dhe do të intensifikohen. Qeveria u zotua se deri në verë do të miratoj 20 ligje nga fusha e gjyqësorit në kuadër të agjendës për reforma për të përshpejtuar sundimin e së drejtës. Opozita akuzon se kjo agjendë është e varrosur, ndërsa deputeti VMRO-s Miloshovski akuzoi ministrin e drejtësisë Filkov se është i paft për të përmbushur agjendën. Si e komentoni këtë? Për arsye se jam edhe koordinator nacional për implementimin e agjendës. Po, deri ku janë reformat në këtë kontekst? Të gjitha 5 hapat ose 5 reformat që i kemi pas me afat 10 orë 2024, i cili afat nga Komisioni Evropian u prolongua në shkurt 2025, janë rrumbullaksuar. Të gjitha faktet dhe materialet ose dëshmitë për të vërtetuar se janë implementuar, janë mbledhje dhe janë dorëzuar me 15 mars në Komisionin Evropian. Komisioni Evropian për ato reforma ka në dispozicion 90 ditë për të vërtetuar nëse janë implementuar suksesshëm ose jo. Nëse janë implementuar suksesshëm, unë vetëm se e kam dorëzuar kërkesën për lirimin e 17 milion eurove të cilët janë si shpërblim për implementimin e reformave. Nëse jo, atëherë fillon periudha ashtu quajtur grace period për 24 muaj brenda të cilave ne duhet të finalizojmë ato çështje. Periudha e pritjes. Jo, periudha shtesë për reformat të cilat nuk mund të mrihet të implementohen. Sa i takon gjithë këtyre reformave tjera, ku një pjesë shumë e madhe janë edhe reforma në drejtësi, unë e kam thonë madje edhe në pres konferencë që reformat në sistemin e gjyqësisë dhe prokurorisë për hir të vërtetës zhvillohen me një dinamik më të ngadalt se reformat tjera. Ajo që duhet ne ta bëjmë këtu, kjo është një temë të cilën dje kam biseduar me kryeministrin dhe me kolegun ministër, është që duhet të shtojmë koordinimet. Unë si ministër në bazë javore me gjitha resoret kam koordinime edhe në nivel ministrash, edhe në nivel shërbimeve, për ta pa cilat janë hapat, cila është dinamika, problemet, për shumë problemet cilat ne mund gjejmë zgjidhje përmes asistencës teknike që kemi nga Bashkimi Evropian ose projektet ndryshme. Ju ofrohemi në ndihmë, gjitha problemet tjera për cilat nuk mund të gjejmë zgjidhje në nivel ministror i çojnë në qeveri, momentalisht nuk ka ndonjë problem, post që dinamika është më e ngadalt, në krahasim me reformat që ishin deri në 10 orë. Për atë se sa çka do të ndodhë me këto reforma, do të shohim madje diku nga fillimi i majit, kur do të kemi edhe pasqyrë më të qartë se a do të arrijmë të implementojmë deri në qershor ose jo. Mirë po, reformat në sistemin e drejtësisë janë imperativ për cilin nuk ka as pak tolerancë në Bashkimin Evropian. Nëse ne gjejmë zgjidhje me Bullgarinë dhe formalisht i hapim negociatat, kur do të mrrim te tema e së drejtës, nëse nuk marrim hapa serioz, do të vetë shkaktojmë jo një veto, por shumë veto nga shumë anëtarë të Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit për mundësinë.